Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po vi sërish me ju me rrëfimin e radhës. Rrëfimi i radhës është një tmerr i papar. Është nga ato rrëfimet që unë asnjëherë nuk dua t'i tregoj, unë asnjëherë nuk dua t'i rrëfej, sepse nuk ka gjë më të keqe të lëndoj njeriu që ti e do dhe e beson më së shumti. I fala gjithçka për hir të familjes, por ajo zgjodhi dikë tjetër. Jam një burr që e kam dashur jetën me shpirt, por mbi të gjitha e kam dashur familjen time më shumë se gjithçka në këtë botë. Gruaja ime Angela, ajo ka qenë për mua jo vetëm bashkëshortja ime, por gjithçka. Gruaja, shoqja, nëna e fëmijës tim, mikesha e shpirtit tim. Kam bërë betim para Zotit edhe para vetes sime se do ta dua, do ta mbroj dhe do t'jem gjithmonë pranë saj. Pa marrë parasysh se sa do të gaboj. Edhe kur kam gabuar, nuk kam dashur kur ta lëndoj. Thjesht isha një burr që mundohej të përballonte jetën edhe lodhjen e saj. Unë nuk vi nga një jetë e lehtë. Kam pasur momente të vështira. Po, kam pirë alkool, kam luajtur bixhos, e pranoj. Por kur nuk e kam prekur besën e burrërisë. Kur nuk e kam tradhëtuar gruan time. Gabimet e mia i mbaj mbi shpinë si njeri, si burr që nuk ka qenë gjithmonë perfekt, por gjithmonë ka dashur t'i përmisoj gabimet e tij. 14 qershori ishte ditëlindja ime. Një ditë që duhet të ishte përqafim, buzëqeshje edhe një torte e thjesht familjare. Por fati luajti me mua. Në vend që të zgjohesha me urimet e familjes sime, më thirrën në punë. Dhe e lash pas gjithçka, edhe veten, si gjithmonë. E lash për të ruajtur punën, për të siguruar bukën e gojës, për të mos u ankuar, por as që e dija që po zgjohesha në mëngjesin e fundit si një burr i plot. Të nesërmen, më 15 qershor, ditë e diel, ditë pushimi, u zgjova herët, dola pa bërë zhurmë, piva një kafe, thjesht që të rija pak me veten time. Po kur u ktheva në shtëpi, ajo që gjeta më theu krejtësisht në mes. E gjeta gruan time duke folur në telefon. Fytyra e saj, syt, zëri, nuk ishin më të një gruaje që flet me një mikesh. I thash, me kë po flet? Dhe më tha, me një shoqe. Por zemra më tha ndryshe. Mora telefonin, e kontrollova dhe aty mu shemp bota mbi kokë. Aty ku besoja se kishte dashuri, kishte fjalë për dikë tjetër, aty ku besoja se kishte nder, kishte mashtrim, aty ku ishte gruaja ime, ajo që e besoja më shumë se veten, ajo kishte dikë tjetër. Mund të më shani, mund të më gjykoni, por unë i fala gjithçka. I thash, nëse kjo ndodhi prej meje, nëse unë nuk të kam qëndruar afër, unë e pranoj fajin. I thash, çdo gjë që ka ndodhur e marr përsipër, vetëm që të kthehesh ti të jemi prap bashk. Por ajo e kishte zemrën e ndarë. Kishte folur me një mashkull në Instagram. I kishte dhuruar gjithçka që duhej të ishte vetëm për mua. Dhe më e dhimbshmja, e kishte bërë duke më sharmua, duke më përbuzur, duke më bërë copë për para dikujt që se kishte njohur as një ditë të vetme. Unë heshta, se e kisha një fëmijë, një ëngjëll, që më sheh në sy dhe më thot, babi, dhe unë nuk munda t'i them ati nëna jote nuk na deshti më. Se si mund ta thuash këtë? Si ti thuash një fëmije që nënën e ti nuk e do më babain, nëna e ti se do babain?
E lash kokën poshtë. Shkova edhe tek ai mashkulli tjetër. I thash: "Mere nëse e do. Mere. Unë jam gati të tërhiqem, vetëm mos ma dëmto fëmijën tim. Vetëm jepi një jetë të qetë." Dhe ai hoqi dorë. Nuk e deshi. U tërhoq. Dhe prapa jo Angela nuk e ktheu kokën pas. E mora fëmijën tim, e rita vetë, dhe ende e dua Angelën. Jo sepse s'kam krenari, por sepse e kam dashur vërtet. Sepse familja për mua nuk është thjesht një fjalë, është betim e është shenjtëri. Unë nuk jam një burr perfekt, por kam qenë burr që ka luftuar, kam qenë burr që ka falur, që ka duruar, që ka qarë në heshtje, kur s'të sheh askush. Dhe sot jetoj me mungesën e një gruaje që e dashurova më shumë se jetën, por që zgjodhi dikë tjetër. Por një gjë e di, nuk kam humbur, sepse ende jam aty për fëmijën tim. Ende jam ai baba që jep bukën, që jep përqafimin, që i fshin lotët. Kjo është historia ime. Historia e një burri që nuk deshi të largohej nga dashuria, por që u detyrua të jetoj pa të. Kjo është historia e këtij zotërie, i cili e ka falur gruan që e ka tradhtuar, por ajo nuk është kthyer më. Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Sonte pranë jush do të vim me një histori tjetër. Me historinë e radhës është një histori shumë e dhimbshme. Bëhet fjalë për një vajzë 20 vjeçare, por që në jetë pas ka kaluar shumë. Unë jam një vajzë 20 vjeçare, nuk e kam pasur jetën të lehtë. Jam rritur pa baba, një boshllëk që më ka ndjekur gjatë gjithë jetës time, një mungesë që s'mund të zëvendësohet me asnjë gjë në këtë botë. Në shumë raste ndihesha e vogël në këtë botë të madhe dhe tepër të ftohtë, por gjithmonë besoja se ndoshta një ditë do të vinte dikush që do të më donte aq shumë sa të ma mbushte shpirtin me dritë. U martova shumë e re, vetëm 18 vjeç. Në fillim besoja se ai, burri im, do të ishte shpëtimi im. Më dukej sikur më kuptonte, më jepte fjalë të ëmbla, premtime, e unë një zemër e etur për dashuri e besova. E doja dhe mendoja se ndoshta me të do të niste një jetë e re, një jetë më e mirë. Por shumë shpejt, ëndrat e mia mu kthyen në mangth. Ai pinte, më rihte, më poshtronte. Sytë e mi panë dhunë në çdo formë të saj. Herën e parë që ava shumë, nuk mund ta besoja, por më tha më fal. Edhe unë e fala. Më tha që nuk do ta bënte më dhe unë e besova. Sepse kështu funksionon një zemër që ka mësuar të falë për herë. Sepse nuk do të humbas edhe atë pak dashuri që mendon se e ka. Por herët e dyta, të treta, të katërta nuk ndaluan kurrë. Rrahjet u bën pjesë e përditshmërisë sime. Më gënjente, më mashtronte, më përulste dhe çdo herë vinte me të njëjtin maskim. Më fal. Dhe unë me një zemër që ende kërkonte një grimcë dashurie. E falja sërish, e falja, por në heshtje shpirtin tim po e coptoja. Erdhi një ditë që jeta më dukej si një grope zezë nga e cila nuk mund të dilja më. As drita nuk hynte më aty. Çdo mëngjes zgjoja me frikë, çdo natë flija me lot, u bëra një hije e vetes time. Nuk isha më ajo vajza që kishte ëndra, isha thjesht dikush që përpiqej të mbijetonte. Kam përjetuar ankth, depresion, mendoja shpesh ta lëndoja veten. Më dukej sikur vetëm nëse s'do të isha më, do të pushoja së vuajturi. Ai më kishte çuar në atë gjendje, më kishte bërë të mos e dua më as veten time.
por edhe në ato momente të errta një zë i vogël më thoshte: "Jo, mos u dorëzo. Ti meriton më shumë." Sot, kur shikoj pas, nuk e kuptoj si përballova të gjitha, si mbientova asaj errësire, por e di një gjë. Zoti ishte me mua, edhe kur ndjesha e vetme, Zoti më shihte. Nuk më la, ai më dha forcën për të duruar dhe tani po më jep forcën për të folur. Sot nuk kam më frikë. E lasha të pjesë të jetës time pas, por e rindërtoj veten pak e nga pak. Po mësoj ta dua veten, ta respektoj, ta shëroj shpirtin tim të plagosur. E di që rruga para meje s'është e lehtë, por e di gjithashtu që nuk jam ajo vajza e dobët që heshte kur i dhunohej shpirti. Tani jam një grua e re që i kam mbijetuar errësirës. Zemra ime ka heshtur shumë, por tani po flet, dhe fjalët e saj janë të forta. Unë meritoj dashuri, meritoj paqe, meritoj jetë. Kjo është rrëfimi i kësaj historie. Në fakt, unë gjithmonë e kam thënë që femrat shqiptare historikisht kanë qenë të shtypura dhe nuk e kanë kërkuar të drejtën e tyre. Po të hymë në historikun dhe të dëgjojmë se sa gra po vriten, është e çuditshme. Dhe ky shembull që ka bërë kjo gocë do të jetë shembull për shumë goca të tjera.